Në mungesë të akuzuarve Xhelal Sfeqla, Sali Zyba dhe Fitore Pacolli Dalipi, ka dështuar të mbahet seanca për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend në mars të vitit 2018. Postre të akuzuarve për hedhjet e gazit lotësjellës në kuvend akuzohet edhe ish-deputetja Drita Millaku. Por të akuzuarit që nuk ishin prezent në gjykat, gjyqtari Sabit Sadikaj tha se gjykata do të lëshojë urdhëresë për sjellje me detyrim. Ndaj pandehurve prezent do të shohë urdhëresë për sjellje me detyrim, kurse përpara prezente ky përsëvart i thashit që shtim seancën cakton si ftesë e rregullt. Gjithashtu gjykata për pandehur që këtu prezent i njoftojnë avokat se nëse të njëjtit nuk arsye mungesën, tash çotë urdhëresë, po edhe pas urdhëresës. Gjykata mos siç ka lajmëruar dhe në seancën e kaluar, e shikon mundësinë e vazhdimit të seancës në harmoni me lejen e 201 të kodit penale, që kur pandehurit mungojnë edhe nuk arsye mungesën, seanca mund të vazhdojë dhe pa prezencën e tyre. Gjyqtari Sadikaj tha se të akuzuarit janë ftuar sipas proces verbalit të seancës së kaluar dhe nuk ka pasur ndonjë kërkesë për shtyrje të seancës. Për mos prezencën e tyre në seancë, koha ka provuar të marrë edhe një qendrim nga 3 të akuzuarit, por nuk arriti të marrë ndonjë përgjigje. Gjykata themelore në Prishtinë me 6 mars 2024 ka konfirmuar akt akuzën ndaj Xhelal Sfeqlës, Drita Millakut, Sali Zybës dhe Fitore Pacolli Dalipit për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend. Atë e vërtetoi më pas gjykata apelit. Sipas akt akuzës, Sfeqla, Millaku, Zyba dhe Pacolli Dalipi me 21 mars 2018 nga ora 12:10 e deri më 15:40 kanë ndezur disa bombola të gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit të Kosovës, ku po mbahej seancë plenare.